Në vazhdim do të flasim për sportin dhe një prej lajmeve kryesore të ditës është ai se përfaqësuesja e Kosovës në futboll është përfshirë për herë të parë në ranglistën e FIFA-s për reprezentacione. Nga futbolli kalojmë në judo për të ndjekur kronikën e përgatitjeve të dy judisteve, Majlinda Kelmendi dhe Nora Gjakova, të cilat janë sportistët e vetme nga Kosova që kanë siguruar pjesëmarrje në lojrat olimpike Rio 2016, fal paraqitjeve të tyre duke siguruar normën olimpike. Pas një periudhe me rezultate fantastike, reprezentacioni i judos së Kosovës është para sfidës së vet kryesore, lojrave olimpike Rio 2016. Selektori Driton Kuka është i vetmi nga sporti i Kosovës që ka përgatitur dy sportiste për në Rio, të cilat do të marrin pjesë fal rezultateve të tyre në garat paraprake. Megjithë këtë, duke pas parasysh sfidën që kanë para vetës, Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova e judistë të tjerë të Iponit vazhdojnë të punojnë intensivisht të udhëhequr nga Driton Kuka. Ne qysh që 3 muaj kemi të specifikum në detale çdo ditë, çdo orë, çdo stërvitje. Nesër ose pas nesër do të lutoj në Sloveni. Atje jemi dakordu me reprezentacionin në Sloveni se t'i bëjmë këto 10-15 ditët e fundit. Edhe do të kthehena në Kosovë vetëm 3-4 ditët e fundit sa për ato ceremonitë e flamurit me kryetarin e shtetit edhe me institucione shtetërore, edhe mandej pas 2-3 ditësh ne do të lutojmë në Rio. Vetë garueset Kelmendi e Gjakova presin që pikërisht në Olimpiadën e Rios të jenë në kulmin e formës së tyre dhe karrierës së tyre të jashtëzakonshme të jashtojnë edhe rezultatet pozitive nga Olimpiada. Lojrat olimpike verore Rio 2016 nisin me 5 gusht, kurse përfaqësuesja e Kosovës në judo, një pjesë të përgatitjeve do ta zhvillojë edhe në Sloveni. Majlinda pritet që meqet e saj t'i ketë menjëherë në ditën e dytë të Olimpiadës, përkatësisht me 6 gusht në kategorinë deri në 52 kg. Ndërkaq një ditë pas saj do të paraqitet edhe Nora Gjakova në kategorinë deri në 67 kg.